Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Mediat nuk kanë treguar të vërtetën për Shpatin, habit me postimin Ahmed Kalaja. Imami Ahmed Kalaja ka bërë një reagim të ashpër në rrjetet sociale, duke akuzuar mediat se nuk kanë treguar të vërtetën e plot lidhur me sjelljen e trupit të ndjerit Shpat Kasapi në atë. Kjo deklaratë vjen pak kohë më parë, pasi familja Kasapi falenderoi publikisht iglitaren, duke e cilësuar si personin kyç që përshpejtoi procedurat burokratike në Itali për të mundësuar varrimin në kohë rekord. Megjithatë, Kalaja këmbgul se pesha kryesore ka rënë mbi dikë tjetër. Sipas tij, ka qenë Mariglen Shehaj, ai që është marrë me të gjitha shërbimet dhe ka mbuluar shpenzimet financiare të transportit. Mediat nuk kanë thënë të vërtetën. Mariglen Shehaj, babai i Amarit. Vllai ynë Mariglen Shehaj është marrë me të gjitha shërbimet para dhe pas vdekjes, si dhe transportimin për në Tetov. Zoti është përbleft, shkruan ai duke kërkuar që meritat i njihet Shehajt. MTI Kalaja shton, nuk mohojnë faktin që mund të ketë kontribues të tjerë për efekte procedurale, ndërsa të mirat materiale, pra shpenzimet, janë hedhur nga vëllai në fjalë.